Mbi 20.000 vullnetarë janë bashkangjitur aksionit ekologjik fundjavë e pastrimit gjeneral në kuadër të së cilit gjatë 3 ditëve në vijim do të bëhet mbledhja e mbeturinave në më shumë se 500 lokacione në të gjithë komunat në vend. Aksioni filloi sot nga akuadukti në Shkup, një nga monumentet më të rëndësishme historike në vend, i cili edhe pse në vitin 2021 u shpall monument me rëndësi të veçantë dhe mori nivelin më të lartë të mbrojtjes, është i mbushur me mbeturina dhe nuk mirëmbahet. Atë e pastruan sot mbi 250 vullnetar, të cilët porositën se ruajtja e ambientit dhe natyrës është përgjegjësi kolektive dhe tani është koha që të mobilizohen të gjithë qytetarët për përmirësimin e cilësisë së ambientit jetësor. Unë jam nga Polonia, tashmë 6 vite jetoj në Maqedoni. Që 2 vite jam e kyçur në aksionin pastrim gjeneral për fundjavë. Dua t'i mobilizoj të gjithë në Maqedoni, që t'i bashkangjiten aksionit sepse tani është momenti. Natyra është shumë e rëndësishme dhe ruajtja e saj është detyrë dhe obligimi ynë dhe mendoj se çdo hap i vogël, çdo aksion i vogël nga ana jonë çon drejt diçkaje të madhe dhe ndryshimi fillon nga ne. Ministri i Ekologjisë Izet Megjiti tha se ministria po punon aktivisht në krijimin e një sistemi të menaxhimit të integruar dhe të qëndrueshëm të mbeturinave. Mjedisi dhe veçanërisht monumentet të këtilla kulturore si akuadukti meritojnë respekt dhe kujdes. Veprimet të tilla në të cilët të gjithë së bashku tregojmë iniciativë, vullnet dhe gatishmëri për bashkëpunim, duhet të jenë pjesë e jetës sonë së përditshme. Me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe UNICEF-it, këtë vit për herë të parë ky aksion ekologjik u përfshi edhe në projektin edukativ Ora Ekologjike. Të rinjtë janë e ardhmja e vendit dhe ne duhet t'i inkurajojmë ata që në moshë të re të jenë të përgjegjshëm ndaj mjedisit, në mënyrë që të zvogëlojmë sfidat dhe rreziqet e mundshme me të cilat do të përballeshin në të ardhmen, ndërsa të cilat janë ajri i ndotur, toka e ndotur, uji e tjerë, të cilët ndikojnë në shëndetin e njeriut. Në hapjen e këtij aksioni morën pjesë edhe presidentja Gordana Siljanovska-Davkova, kryetari i BNJVL-s dhe kryetari i komunës së Kisellavodës Orce Gjorgjevski, ambasadori austriak Martin Pamer, kryetari i komunës së Qairit Visar Ganiu, përfaqësues nga Drejtoria për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe përfaqësues të ambasadave në Maqedoni. Në 4 vitet e fundit, gjatë aksionit ekologjik fundjava e pastrimit gjeneral, janë mbledhur 1 milion kilogram mbeturina, deri më tani kanë marrë pjesë mbi 44.000 vullnetar, janë pastruar më shumë se 1.000 vende dhe janë mbjellë 125.000 pemë.